A mendon se jemi pranë tyre, personalisht e shoh që atëherë dilnin më shumë, por jo se tani ka mungesë cilësie. Pra më duket sikur ka më pak lojtarë që mund të bëjnë kaq shumë cilësi dhe të vendosin rekorde. Është e vërtet, unë me një pjesë të lojtarëve të atyre viteve kam qenë pjesë e ekipeve të ndryshme kur kam luajtur, qoftë si sportiste dhe qoftë si trajner. Nëse do bënim një krahasim të tillë, mendoj që jemi shumë mbrapa në lidhje me nivelin e voleybollit që ka qenë dikur, sepse ne duhet ta krahasojmë edhe me kohët moderne. Dikur sporti cilësoi, domethënë, një arritje shumë e madhe për individin. Sot, duke qenë se shoqëria ka devijuar nga sporti, sepse mungesa e vëmendjes si institucioneve përkatëse nuk është plotësisht tek sporti, digitalizimi po ashtu ka bërë të vetën, kështu që është shumë e vështirë për të integruar të rinjt në sport sot, sepse nuk kanë edhe të njëjtin stimul siç kemi pas ne dikur. Unë kam nisur sportin pa lek. Kam bërë sport pa lek për shumë vite, jam stërvitur, kanë sakrifikuar jashmase, po a do ta bënte këtë një i ri sot? Unë mund të them me plot gojen që jo, nuk do ta bënte. Pra, kushtet i duhen lehtësuar pak të rinjve që të ndjekin këtë pasion, sepse një vend që nuk ka sport edhe art, është një vend që